Pjesa solemne ka përfundu. Nuk mendoj që s'ka përfundu pjesa solemne. Membri ka paraqitur dorëheqjen. Na afto kemi zgjedhë dhe duhet ja miratojmë dorëheqjen. Prandaj, sot nuk shoh kushtet e barabarta, nuk shoh procese barabartë, dhe une si e tillë nuk marr pjesë në këtë lloj. Kush është për Bedri Hamzën, kryetar i PDK-s? Kryetari i ri do të jetë zëri ynë, uniteti ynë, forca jonë. Kjo është ajo që bëjnë Partia Demokratike Moderne. Garojnë, votojnë, pranojnë rezultatin dhe pastaj rigrupohen e bashkohen. Me kryetarin e ri dhe me mbështetjen e secilit prej nesh, PDK do të ecë drejt fitorëve të reja, sepse PDK e bashkuar është PDK e pandalshme. Kjo konvent nuk po zgjedh vetëm një udhëhec, po përgatit një parti për përgjegjësi shtetërore, për qeverisje, për të ardhmen e Kosovës. Dhe siç ka thënë dikur dikush, leadershipi dhe të mësuarit janë të pandalshëm nga njëri tjetri. Gjatë gjithë kësaj kohë kemi mësuar shumë, ka mësuar edhe unë, sidomos nga vendimet e vështira që kemi marrë ndonjëherë. Sepse për shkak të ambicieve individuale, që megjithatë janë demokratike, ka ndodhur që të vendosin votuesit tonë pozitë pa drejtë, të vështira e pafavorshme ndonjëherë. Unë pranoj këtë sot me sinqeritet dhe përgjegjësi. Prandaj, sot nga kjo foltore, duhet të bëjnë thirrje të qartë të gjithëve, që të qoftë edhe njëherë gjatë jetës tyre kanë thënë unë jam PDK. Ejani, bashkohuni, rikthehuni në shtëpinë tuaj politike. Asnjë prej nesh nuk jemi mbi familjen tonë politike. Le të forcojmë radhët dhe le të japim Kosovës atë që e meriton. Një alternativë të fortë, moderne, profesionale, një qeverisje të kompetencës e jo të kaosit, një leadership të unitetit e jo të përçarjes. Sepse Kosova nuk ecën përpara pa një PDK të fortë të bashkuar, sepse Kosova nuk ecën përpara pa e pas përsëri PDK në qeverisje. Kështu që delegatë të nderuar, udhimi si kryetar filloi këtu dhe po përmbyllet këtu, në të njëjtën skenë para të njëjtëve njerëz, me të njëjtën dashuri për këtë parti dhe këtë vend. Këto 1600 ditë kanë qenë ditët më domethënëse të jetës time publike. Sot larguam nga detyra me mirënjohje, me krenari, me paqe. Dhe me përkushtim të palëkundur për të vazhduar shërbimin ndaj PDK-s dhe Republikës Kosovës në çdo formë që do të jetë e nevojshme. Sepse kjo është shtëpia ime politike, familja ime 2, vendi krenarisë ime. Dhe për të kësaj shtëpie nuk kam dhe nuk dua asnjë vend tjetër. Për kryetarin e ri të Partisë Demokratike të Kosovës, megjithatë, kam një mesazh të shkurtër për fund. Çdo udhëhec është vetëm një rojtar i përkohshëm me një rrugë të gjatë. Sot kur unë po e liroj vendin, dua ta marrësh me vete këtë mendim të lashtë që dikur poetët e veriut të thoshin për ata që e bartin stafetin. Rruga nuk i përket udhëhecit, udhëheci i përket rrugës. Do të vinë ditë lehta, po edhe ditë rënda. Do të ketë gartrokitje, po edhe heshtje e kritika. Po për sa kohë ecën me qëllim të mirë, me zemër të pastër dhe me punë të sinqertë, rruga vetë do të udhëheqë. Unë sot ta dorëzoj pozitën pa hezitim sepse besoj se drejtimi i mirë nuk është trashëgimi, është amanet. Mbaje këtë amanet me dignitet dhe dritat e kësaj shtëpie politike do të rritet me ty. Faleminderit secilit. Këto momente përfundon pjesa solemne, kushdo që nuk është delegat, e ftojmë të pjesa solemne ka përfundu. Nuk mendoj që s'ka përfundu pjesa solemne. Membri ka paraqitur dorëheqjen. Na afto kemi zgjedhë dhe duhet ja miratojmë dorëheqjen. Është procedurë që duhet me respektu të gjithë dhe duhet me zbatu të gjithë.
Ne në kryesi ja kemi miratuar dorëheqjen, po me që po kërkoni edhe në konventa, kush e pranon dorëheqjen? Po, Gjelbër është për. Kush është për? Konventa 12 e Partisë Demokratike të Kosovës me shumicë votash e miraton dorëheqjen me shumicë votash e miraton dorëheqjen e kryetarit të deri tanishëm zoti Krasniqi. Në këtë moment përfundon pjesa solemne, i ftojmë të gjithë të pranishmit që janë musafir, por nuk janë delegat, që ta lirojnë sallën. Faleminderit gjithëve. Vazhdojmë me pikën e 7 të rendit të ditës, prezentimi i platformës së kandidatëve për kryetar të partisë. Petri Hamza, zoti Hamza, fjala është për ju. Në këtë ditë të rëndësishme, le t'i nderojmë liderët tonë historik, të cilët me vizionin, guximin, sakrificën e bën Kosovën shtet të pavarur e sovran. Hashim Thoqi, në shkruesin e marrëveshjes së Rambirës, shpofsin e pavarësisë, kryeministrit dhe presidentit që e punojnë Kosovën dhe përgjithësisht. Kadri Veselin, herojnë e heshtur. Kadri Veselin, herojnë e heshtur, shërimtarin e madh dhe kryetarin që modernizoi partinë. Jakub Krasniqi, politikanin e urtë dhe zërin e pathyeshëm të ushtrisë të Kosovës dhe shtetit tonë. Sakrifica e tyre dhe shumë të tjerëve është themeli mbi të cilin qëndrojmë sot. Faleminderit edhe miqve të mi, Enverit edhe Mendit, për punën e tyre të padashme dhe për shumë të kushterit të partinë. Bashkëpartiat të dashur, ko ende shumë për të bërë. Kemi shumë për të përmisuar. Ne të gjithë kemi kaluar në fazat vështira. Kemi pasur mendime të ndryshme dhe momente që na kanë larguar. Dhe kjo është normale në çdo familje politike. Është e rëndësishme të duke është gati. Kosova është gati. E kemi besimin e njerëzve që duan një shtet që i ngjarë sakrificës së tyre, jo një shtet që qeveriset me avantura politike. Se bashku do të çojmë Kosovën përpara, se bashku do të hapur kapitullin e stabilitetit dhe zhvillimit. Le të dalim nga kjo sallë me të fortë, me të vendosur dhe me të bashkuar si një trup i vetëm, sepse sot nuk ka humbës, por vetëm fitues, dhe fitues është PDK-ja dhe demokracia jonë. Ne jemi PDK-ja, jemi guximi, jemi shpresa se bashku do të fitojmë për qytetarët për të ardhmen e Kosovës. Unë jam thellësisht mirënjohës gjithëve për besimin tuaj. Është nder im jetësor dhe përgjegjësia ime e madhe që nëse kam përkrahjen bëhem kryetari juaj. Besimin tuaj do ta nderoj me krejt qenjen time.
dhe për këtë rrugtim ju garantoj përkushtim, respekt, sinqeritet. Faleminderit gjithëve. Zoti Enver Hoxha ka kërkuar fjalën. Zoti Hoxha.